Albania FM. Ja ku jemi në pjesën e dytë, siç u premtuam, është ai the one and only Stresi ose Arkimed në Top Albania Radio. Mirë se vjen. Mirë se ju gjeta. Çifte energji, me energji pozitive, a? Si ka mundësi pa komplekse, stresi, pa mendje madhësi, shumë i thjeshtë. Kështu ka qenë gjithmonë. Shiko, edhe vetë Zoti do njerëzit mesatar. Kështu që Prandaj më do mu që jam kështu nivel basketbollisti në mes. Stresi ka thënë para pak orësh që kjo do jetë intervista e fundit për 2025. Do është një privilegj shumë i madh. po, Duhet shtrydhur atëra. domethënë më kanë thirrë shumë realisht nga Kosova, sidomos kur shkojat e kanë me myt. Edhe këtu nuk kam pas mundësi, kam qenë zënë me albumin, me fushatën, me koncertet. Në 3 gjëra njëjtën kohë, mirë po çdo gjë është okay, kështu që nuk kam qef më të përndoncohem pasi jam i fokusuar tash me albumin, në klipet e tjera, nuk du të flas fare më për asnjë gjë dhe Në fakt albumi ka pasur super sukses, ka emrin tënd, Arkimed, Arkimed, po. dhe i ka të gjitha ngjyrat e tua aty, ka bashkëpunime shumë të mira me artistë shqiptar, po edhe ata që janë jashtë kufive. Dhe teksa po flisnim përpara se të hynim në studio, Stresi po thoshte që Spotify në fakt është një tregues shumë i mirë sa i përket po. artistëve, por edhe ndërkombëtarisht apo jo? Patjetër, domethënë i bie 18 prill, pothuajse gati një muaj. Albumi ka marrë më shumë se 1 milion stream Spotify, më diku te 1 milion e gjys po arrin, pasi shohim direkt online. Edhe nuk është YouTuber, Spotify dihet tashmë është një platformë tjetër. Që shqiptarët nuk është janë Nuk shumë të është familiarizuar. Po. Edhe jam shumë i gëzuar. Po, kështu që ke bërë namin. Po si e bërë albumin, sa kohë të dashur për ta përgatitur, si u inspirove, të ka ndodhur ngjarje, për këtë duam të dim. Domethënë albumin e kisha planifikuar që vjet verës, po nxorra një pjesë, Arkimed ka qenë episodi i parë. Kishim disa divergjenca gjatë verës që po diskutoheshin privatësi. Edhe çau bëhe shtym Disa pastaj. probleme teknike rrugës. Fillum pastaj për ta punuar në nëntor, pasi deri në shtator na zgjati tetor këto gjyqet, budalliqet. Edhe pastaj fillova me episodin e dytë. Po. Edhe kështu e punova në Rom, Tech Pro Records, është atje ku jam i regjistruar si rapper, domethënë atë studio, sepse kur bën një album dhe do ta shpërndash kudo, duhet të jesh në një studio. Në një label ndërkombëtar. Po ndërkombëtar. Dhe unë isha në Itali. Edhe e lënë shumë pjesën e dytë, jam shumë i kënaqur realisht. Cili është bashkëpunimi që ti e ke më për zemër ndoshta, por edhe është pëlqyer më shumë nga fansat e tu? Nga fansat është pëlqyer kënga me Noizin, O Mama, ka shkuar diku te 400.000 streams, vetëm ajo këngë. Ka këngë shumë të veçanta, është si kënga ajo, ka marrë 1 milion. Edhe klipet i ke YouTube. kuruar shumë. Klipet kanë qenë standard realisht shumë i lartë. Edhe shpresoj të fitoj edhe në çmim me këto klipet. Po jam shumë i sigurt që do shpërblehem, sepse kemi punuar shumë fort. Shumë në fakt. Shumë sakrificë të dashur. Një farë fabula aty, duket si mini film me metrazh të shkurtër. Ke punuar Stres, ë? Po, kemi punuar. Je rritur, le të themi. Jam rrit. Jam pjek. Me gjyzëri, po. Edhe unë kisha ditëlindjen para pak ditësh, tek torta më shkruan u rritë u poqe, po dorë nuk hoqe. Sa veç bën ti jam? 38. 38, ti je 87. 87. Jam 86. Një vit më i madh. Jeni shumë të pjekur çuna. Shumë të pjekur. Edhe kështu që dorë nuk hoqem akoma, s'kemi hequr dorë. Po pse do të hiqni një herë? Unë nuk e di gocat si s'kan ngacmuar akoma për një detaj. Nuk e di pse po bëjnë, pse janë kaq protokollare dhe nuk kanë. Po duro. Do pak kohë, të ngrohemi pak, kupton? Flasim një herë për muzikën, për muzikën. Sepse albumi në fakt është pëlqyer jo vetëm në Shqipëri, siç po flasim, ka edhe njerëz të cilët vendin e parë se Gjermania. E pëlqejnë edhe jashtë Shqipërisë. Kështu që kjo të bën ty të sigurosh, le të themi, edhe data shumë të mira koncertesh jashtë Shqipërisë. Po, patjetër. Mos krijo probleme këtë verë, Nuk ka faj, Stresi kur s'ka faj. Normalisht kemi shumë koncerte, kam edhe një menaxhment që merret me këto punë. Tani çado mbjellësh dhe korrësh, i thon, po do dhe pak për kushtim, nuk është se bërë një videoklip edhe
Mori ca çuna mrapa siç e kemi pasur do të nuk ka sens. Kemi shpenzuar shumë në album, edhe në videoklipin në çdo detaj, edhe dasht Zoti. Doja vlej. Ne po flisim edhe pak më parë, vite përpara, ke qenë ndër të paktët në tregun muzikor, në të paktët në rrymën tënde, dhe normalisht kam përshtypjen ishin më të thjeshta gjërat atëherë. Sot ka ndryshuar shumë tregu muzikor, ka ndryshuar shumë. Konkurrenca është e lartë në thojza, ha? Mënyra e shitjes, le të themi, edhe në aspektin e monetizimit, si shikon epokën ku po jetojmë dhe pavarësisht ndryshimeve vazhdon të jesh on top. Kështu që kjo do të thotë që e ke mbajtur ritmin e kohës për shumë vite, për dekada tashmë. Nuk ka qenë e lehtë normalisht. Por ta mbash kështu nuk duhet të jesh cop mishi. Duhet të jesh djali i prapt, me zemër të mirë, me sinqeritet. Më kupton, ti je duhet të jesh djali i praptë. I prapt, jo i keq, siç e domethënë ti je i qytetit, këtu un jam rrit në Tiranë, përflitesh, ti je, por ajo që kemi mbajt ne është se ja kemi kushtuar gjithçka kësaj muzike, realisht un 17 vjet i kam kushtuar nga 0 te më lart, ose nga A-ja te Z-ja, domethënë ka momentet më të këqija, më të sikletshme, më të mundimshme që kam pas edhe unë shumë mund t'ja dalim, kupton? Domethënë, si thosh edhe në fillimet janë gjithmonë të vështira, ja kemi dalë fal Zotit. Rëndësi ka që kur nuk kemi rënë poshtë, siç tash gjithmonë mes edhe je gjithmonë. A mendon ndonjëherë çfarë do bësh pas muzikës, nëse do ketë një periudhë pas muzikës? Mendon ndonjëherë? Të them të drejtën, nuk e kam planifikuar. Bën plane ti stresi? Po bëj plane, e shoh veten duke ndihmuar, domethënë, njerëzit. I ndihmon, domethënë ti beson. Jo, e shoh veten mas muzikës duke qenë diku duke ndihmuar popullin. E kam shumë dëshirë, domethënë dikur për shumë të jem nga këto shoqatat botërore, kupton? E kam shumë për zemër. Po në politikë, mund të jetë po pikërisht politika, mund të jetë një larg qoftë. Po plane, çfarë planesh ke? Se zakonisht kjo pyetje bëhet në fund, po duke qenë që jemi duke folur për plane që je tipi i planeve. Plani im është të punoj fort këtë verë, të merrem vetëm me muzikën. Vetëm me muzikën? Vetëm me muzikën. Filluan nga çmimet. Se të mund gjërat e zemrës. Një moshë të madhe, disi të përgjigje. Jes të rritur. Pse them se gjërat e zemrës kanë rëndësinë e vet, edhe të inspirojnë për të bërë muzikë. Edhe për të bërë. Unë inspirova bodlale me këtë. Unë inspirova sa s'kamo. E shkruajtë një album të tërë. Po, kështu që po vazhdojmë punën tash, më kupton. Edhe primare në fazën e breva kam koncerte, klipet e radhës, bashkëpunimet e radhës, këto janë primare. Aty ka dashuri te ky album, ka ndarje, ka mirënjohje, ka respekt. Ne do t'i flasim të gjitha këto ndjesi të stresit, sepse prandaj jemi mbledhur sot këtu. Por para se të shkëputemi për publicitetin, kemi vetëm një hint të vogël, stresi dhe Casey. Çfarë po ndodh? Pam. Bad Boy for Life, shkroj ajo në rrjetin social. Pas publicitetit apo para publicitetit, do flasim për këtë punë. Edhe ti e di. Heshtje. Ta lëm pas. Pas publicitetit. Publicitet.